Ministër Wallace, faleminderit që zgjodhët Ora News për këtë intervistë. Cilat janë disa nga çështjet konkrete të sigurisë mes dy vendeve? Ne po punojmë për të forcuar marrëdhënien tonë me Shqipërinë në të gjitha nivelet e qeverisë dhe jo vetëm në luftën kundër krimit. Britania dëshiron që Shqipëria të jetë e suksesshme, që ekonomia shqiptare të rritet e që vendi juaj të bashkohet BE-s në mënyrë që të jetë në tërësi një histori suksesi në këtë pjesë të botës. Ne bëjmë gjithçka që mundemi. Ne shkëmbejmë informacion sidomos kur bëhet fjala për luftën kundër krimit, por edhe në fusha të tjera gjithashtu. Interesante që Britania e Madhe pasi u largua mbështet Shqipërinë të integrohet në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është një projekt për të cilin jemi shumë krenar. Ne kemi ndihmuar në formësimin e tij, në financimin e tij. Ne kemi ndihmuar në krijimin e tij dhe mendojmë se kemi bërë një punë të mirë për Evropën. Por në Britani votuesit vendosën se tashmë duan të lëvizin drejt diçkaje tjetër, por kjo nuk do të thotë që shtetet të tjera nuk mund të përfitojnë nga BE-ja në mënyrë të njëjtë si Mbretëria e Bashkuar. Ne mbështesim këtë ambicie të Shqipërisë dhe shpresojmë se vendi juaj do të pranohet në BE. Edhe pasi të jemi larguar nga BE-ja, do të vazhdojmë të mbështesim këtë aspirat të Shqipërisë nëse shqiptarët e duan një gjë të tillë, por unë mendoj se do të ishte një gjë e mirë për Shqipërinë. Çfarë bashkëpunimi ka mes dy vendeve për sa i takon terrorizmit? A keni shqetësime për shqiptar të përfshirë? Ne të gjithë jemi të shqetësuar për përhapjen e terrorizmit islamik në për të tërë botën. Ne jemi të shqetësuar për impaktin e situatës në Siri, si në Shqipëri, ashtu edhe në Britani, por edhe për njerëzit që largohen nga Siria, teksa ISIS vazhdon të sulmohet në mënyrë domethënëse. Disa prej këtyre individëve udhëtojnë në ose përmes Shqipërisë dhe Britanisë. Ajo që duhet të bëjmë është t'i sfidojmë këta njerëz, si edhe t'i kapim ndërkohë që mundemi. A ka grupe të caktuara apo individ që ju jeni duke I mbikëqyrur në lidhje me terrorizmin? Ne nuk komentojmë rreth informacioneve të inteligjencës, por sigurisht në momentin që vihemi në dieni të ndonjë informacioni të dobishëm për aleatët tanë, ne ndajmë informacionin dhe ata bëjnë të njëjtën gjë me ne. Pra ne punojmë së bashku dhe përgjatë shumë viteve kemi mësuar se mënyra më e mirë për të luftuar terrorizmin është të punojmë të gjithë së bashku në partneritet. Në çfarë niveli është bashkëpunimi me autoritetet shqiptare? Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me autoritetet shqiptare, çka është vënë re në takimet që kam patur gjatë gjithë vizitës sime këtu. Nuk është një marrëdhënie e re, përkundrazi në disa fusha, është një bashkëpunim që shtrihet prej vitesh. Përpjekjet e përbashkëta të qeverisë dhe të profesionistëve, si për shembull oficerëve të policisë dhe shërbimeve të sigurisë, kanë dhënë disa rezultate shumë të mira dhe ne jemi shumë të kënaqur me këtë. Duam që ky bashkëpunim të vazhdojë. Në takimin me ministrin e brendshëm Xhafaj diskutuat për sjelljen e 3 ekspertëve të policisë britanike pranë asaj shqiptare. Çfarë detyre do të kenë ata? Ne thamë se do të rrisim mbështetjen tonë duke punuar me një sër zyrtarësh në nivele të ndryshme të qeverisë shqiptare. Do të sjellim këtu në Tiranë 3 ekspertë që do të punojnë për ndjekjet penale, me hetimet financiare si edhe me gjetjen e mënyrave se si mund t'i largojmë njerëzit nga krimi, sepse një nga mënyrat për t'i bindur njerëzit t'i largohen krimit është t'i japësh atyre mundësinë të merren me diçka tjetër. Mirë po, për këtë duhet të mësojmë nga njëri tjetri se si mund ta bëjmë një gjë të tillë në Mbretërinë e Bashkuar e në Shqipëri. Do të jenë ekspertë që punojnë me policinë shqiptare. Sa do të zgjasë mandati I tyre? Cilësitë e punës së këtyre ekspertëve janë duke u diskutuar mes ambasadës këtu dhe qeverisë britanike dhe do të vendosen më vonë. Ne jemi këtu për të dhënë mbështetje në ato fusha ku njerëzit duan që ne të ndihmojmë. Ne do të punojmë me ta për sa kohë ata nevojiten këtu. Qëllimi kryesor është që Shqipëria të marrë brenda vendit mbështetjen që I duhet në luftën kundër krimit të organizuar, por gjithashtu edhe për ne, në Mbretërinë e Bashkuar që të përdorim ekspertizën tuaj për të na ndihmuar të arrestojmë njerëzit në Britani. Pra marrëveshja nuk është finalizuar ende.
Në thelb, mund të themi se bëhet fjalë për vendosjen e pikave të kontaktit dhe për vendosjen e një marrëdhënie përmes së cilës të ketë shkëmbim përvojash dhe praktikash të mira. Për shembull, çfarë bëni ju mirë që ne mund ta mësojmë prej jush dhe e anasjellta. A keni çfarë të mësoni ju nga policia shqiptare? Mendoj se ka plot gjëra që Britania mund të mësojë nga Shqipëria. Mendoj se shqiptarët i kuptojnë më mirë grupet e tyre të krimit të organizuar, ata kuptojnë se ku qëndron suksesi i tyre dhe se çfarë mund të bëjmë për t'i ndaluar ato. Shpresoj që edhe oficerët shqiptarë të mund të na tregojnë se me çfarë po merren tani këto grupe. Ne nga ana tjetër mund të themi që kemi konfiskuar disa para të vjedhura në Shqipëri e që tashmë ndodhen në Britani dhe duam t'i kthejmë këto para në Shqipëri. Pra është një marrëdhënie reciproke. Me ministrin Vasilin është shkruat ekstradimin. Së bashku me ministrin e drejtësisë, nënshkruam një marrëveshje ekstradimi që në mos gaboj është e para që prej vitit 1923. Kjo marrëveshje lejon që të dy shtetet të ekstradojnë njerëz të dyshuar për krime në vendin kërkues. Për shembull, nëse Shqipëria kërkon që dikush të ekstradohet nga Britania në Shqipëri, kjo marrëveshje mundëson tashmë një proces të tillë. Tashmë nuk ka më vlerë të largohesh nga Shqipëria pasi ke kryer një krim, dhe po kështu edhe në anën tjetër. Nëse dikush kryen një krim në Britani dhe largohet, ne shpresojmë që autoritetet shqiptare të na ndihmojnë për ta kthyer në Britani. Çdo kush mendoj dëshiron që keqbërësit të vihen përpara drejtësisë. Kështu nëse unë do të isha një shqiptar, viktimë e një krimi, do doja që ai njeri të sillej e të gjykohej këtu. E njëjta gjë vlen edhe për Mbretërinë e Bashkuar. Është lajm në Britaninë e Madhe. Ku konsiston kjo marrëveshje? Ekstradimi hyn menjëherë në fuqi? Në fakt unë nuk jam krejt i sigurt mbi procesin në Shqipëri të ratifikimit të marrëveshjeve të nënshkruara. Në Mbretërinë e Bashkuar, kjo marrëveshje ratifikohet menjëherë. Ne nuk na duhet të kalojmë në një proces të gjatë, por jam i vetëdijshëm që në disa shtete procedura parlamentare për ratifikimin e marrëveshjeve është më e gjatë. Keni marrëveshje të tilla me vende të tjera të Ballkanit? Britania ka plot marrëveshje dypalëshe ekstradimi në për të gjithë botën. Është një gjë standarde për ne. Në shtetet me të cilat ne kemi një marrëdhënie të mirë, të pjekur, ne përpiqemi të nënshkruajmë të tilla marrëveshje. A është e vërtetë se shqiptarët janë grupi i dytë i të huajve në burgjet e Britanisë së Madhe? A është mit? So where do we rank? Jo, nuk është e vërtetë. Nuk jeni në krye të renditjes e as të dytët. Jeni diku në mes të listës. Por nuk janë vetëm shqiptarët. Republika e Irlandës mund të them se ka një numër të madh të dënuarish në Britani. Polonia po ashtu. Në burgjet tona kemi plot njerëz nga plot shtete evropiane dhe pjesa tjetër e botës. Cilat janë aktivitetet kriminale më të shumta që kryejnë shqiptarët? Rreth 75% të burgosurve shqiptar janë dënuar për vepra penale që kanë të bëjnë me lëndët narkotike. Dhe këta janë personat që i japin një imazh të keq Shqipërisë, sepse për të qenë të sinqert, Shqipëria ka plot gjëra të mira në favorin e saj. Mbretëria e Bashkuar nuk dëshiron që Shqipëria të njihet për të dënuarit në burgjet tona. Ne duam që Shqipëria të njihet si një vend ku mund të bësh biznes, me të cilin mund të bësh tregti dhe si një pjesë e bukur e botës. Në Britani ne nuk priremi të përqendrohemi në etninë e personave që kryejnë vepra penale, por mundohemi të përqendrohemi në parandalimin e krimeve dhe në arrestimin e atyre që i kryejnë ato, pavarësisht se nga vijnë. Bëhet fjalë për grupe të organizuara kriminale apo individ të përfshirë në grupe të ndryshme? No, a lot of it is organized crime, but a lot of crime today all over the world is organized. Shumë nga krimi që vihet re sot në përbot është i organizuar. Me përhapjen e internetit dhe përdorimit të telefonisë të lëvizshme, fuqia e këtyre grupeve ka marrë për masa globale. Në shumë prej vendeve pjesa më e madhe e krimit kryhet përmes organizatave kriminale. Ditët kur një hajdut vepronte i vetëm kanë kaluar tashmë. Ka shumë grupe kriminale të sofistikuara që janë britanike, shqiptare, irlandeze, italiane, pra nga e tërë bota. Por krimi i organizuar është një rrezik me të cilin përballen të dy vendet tona.
But organized crime is a threat we both face. A keni ndonjë shifër të parafort sa shqiptar jetojnë në Britaninë e Madhe? No, we don't. I mean, I'm sure there are figures of how many visas. Në fakt nuk kam statistika se sa shqiptar ka që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Por ne jemi një shoqëri e hapur multikulturore dhe në Britani jetojnë njerëz nga e gjithë Evropa, nga e gjithë bota. Ne mundohemi të mos I bllokojmë ata. Me siguri ju jeni në dieni të problemit se ka qindra shqiptar në Britani të ardhur gjatë luftës në Kosovë dhe që janë shqiptar, por të regjistruar dhe pasaportat I kanë marrë si kosovar. A do të marrë zgjidhje ndonjëherë ky problem? Will this problem ever get solved or get any solution? Well, I think yes. I mean, we try and do a lot of work on Ne po mundohemi të punojmë shumë rreth disa identiteteve me të cilët disa njerëz udhëtojnë. Ka disa identitete të BE-s janë shumë të thjeshta për të kopjuar e për të përdorur. Prandaj kur njerëzit udhëtojnë në Britaninë e Bashkuar, ne nuk jemi krejt të sigurt për prejardhjen e tyre. Disa mund të thonë që janë shqiptar kur në të vërtetë janë kosovar, ose mund të jenë serb, por që përdorin një kartë identiteti kosovare e kështu me radhë. Shpesh nuk është aq e lehtë sa që mendohet të përcaktohet me saktësi identiteti I dikujt. Por për mua si ministër I sigurisë, dëshira kryesore që kam është që ata kushdo që janë t'i binden ligjit. Nëse ata shkelin ligjet e vendit ton, atëherë ata nuk janë më të mirëpritur në Britani. Keni një shifër të shqiptarëve që janë të burgosur atje? Not off the top of my head, but It's a large number? What is the large number? I mean, I think if my memory serves me right, there are 83,000. Nëse e mbaj mend mirë, besoj se janë rreth 83.000 të burgosur gjithsej në Britani. Dhe prej këtyre janë rreth 16-18.000 të dënuar të huaj në total. Pra, nga të gjitha vendet e botës. In the whole world, so if so yeah, it's not thousands, and I don't think you should. Pra nuk bëhet fjalë për mira. Por ne nuk duhet t'i etiketojmë shqiptarët, thelbi që ndron në goditjen e krimit që kërcënon interesat tona dhe ato tuajat, kudo në përbot. Dhe nuk ka rëndësi se sa njerëz ndodhen në burgje, e rëndësishme është që ata që shkelin ligjin të arrestohen. And how many are in our prisons, it doesn't really matter. What matters is when people break the law, they get caught. A janë të përfshirë shqiptarët në trafikun e qenieve njerëzore? Po, kemi prova që ka disa grupe kriminale të përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore që kanë në përbërjen e tyre shqiptar etnik. Ne mundohemi të mos komentojmë shumë rreth të dhënave të inteligjencës që mund të kemi, por kemi disa dënime e prova të personave që janë dënuar për shembull për shfrytëzim, prostitucioni apo shfrytëzim të punëtorëve. Është një rrjet I krimit organizuar? Nuk janë domosdoshmërisht shqiptar ata që trafikohen. Mund të ketë edhe shtetas nga vende të tjera. Por trafiku I qenieve njerëzore është një problem në rritje në përgjithë Evropën, jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar. Ne të tërë duhet të jemi vigjilent rreth këtij problemi. Gjatë vizitës sime kam takuar njerëz të cilët punojnë me këtë çështje dhe ndonjëherë bëhet fjalë edhe për njerëz të cilët trafikohen brenda Shqipërisë. Into the United Kingdom, it is growing everywhere, and we all need to be alert to it. And I met today people who dealt with it in Albania. There are people trafficked within Albania, so it's not just it's not an export. It's something that in every country these things are happening. Çështjet e sigurisë janë të rëndësishme për investitorët. A kanë shqetësime investitorët britanik për Shqipërinë? I mean, I think they will have. If Mendoj se ata do të kenë në rast se stabiliteti nuk ruhet në Shqipëri. E di për shembull që për momentin ekziston një konflikt në lidhje me zgjedhjet e ardhshme. Ajo që investitorët duan është një vend I sigurt ku të bëjnë biznes. Ata nuk duan korrupsion. Ata duan stabilitet dhe sistem politik dhe duan të kenë besim në shtetin e së drejtës. Një gjë të tillë po e shohim edhe në Britani pas votimit për të larguar nga BE-ja. Ka një numër biznesesh që nuk janë të sigurt se çdo të thotë Brexit për të ardhmen. Biznesi nuk e pëlqen paqëndrueshmërinë.
Për këtë arsye mendoj se ministrat që kam takuar këtu dhe policia janë të vendosur për të bërë diçka rreth këtij problemi. Mendoj se një nga pengesat më të mëdha ndaj suksesit të Shqipërisë do të ishte mungesa e stabilitetit apo pamundësia për të luftuar krimin. Është një gjë që e shoh edhe në Britani. Së fundmi i kam propozuar parlamentit një ligj që ka të bëjë me pastrimin e parave, sepse besoj se nëse Londra dhe Britania nuk e forcon legjislacionin e saj për të siguruar që nuk do të jetë lehtë për njerëzit që pastrojnë para në vendin ton, biznesi dhe tregtia jon do të vuajnë. Nëse do t'i këshillonit bizneset britanike të vinin në Shqipëri, çfarë do të thonet? Well, I would say first of all, it's got huge potential. I would say as a country, it's got resources, it's got a population of education. Së pari do të thoja që ka potencial shumë të madh. Si vend ka burime, ka një popullsi të arsimuar, ka një potencial të madh turizmi. Janë investitorët dhe regulatorët ata që vendosin kushtet, e thonë nëse do të investoni në një vend duhet të keni këtë apo atë kusht të plotësuar. You have to be satisfied about X, all these different conditions. It's countries that say, Janë shtetet ato që thonë se duhet të jeni të sigurt se ku i çoni parat tuaja. Këtë gjë ja themi edhe ne bizneseve tona. Pra, unë nuk mendoj se ka një por. Ka thjesht një fakt që stabiliteti i tërheq investimet. Do t'i nxjisja njerëzit të investonin në Shqipëri sepse ka një pozicion gjeografik të përshtatshëm, ka potencial të madh dhe ka një popullsi të gatshme për t'u angazhuar, për të udhëtuar, për të tregtuar, pra nuk mendoj se ka ndonjë por. And it's got a lot of willing population who want to engage and travel and trade, and you are good traders, and I think so I don't think there's a but at all. Shqipëria ka miratuar ndryshimet kushtetuese në korrik të vitit kaluar për reformën drejtësi. A jeni duke ndjekur implementimin e kësaj reforme? I have, and I think, well, the key is the implementation. Gjëja kryesore që duam të shohim është pikërisht zbatimi, vetingu. Është e njëjta gjë si në politikën britanike. Unë mund të hartoj e miratoj shumë ligje, por votuesit e mi do të më pyesin po, por a e ke zbatuar ndonjë prej tyre? Dhe mendoj se kjo është një sfidë për ne të tërë. Gjysma tjetër e reformës është zbatimi i saj. Në disa aspekte mendoj se po shkon mirë, por do të jetë media në Shqipëri ajo që do të vlerësojë se si po zbatohet ajo. Besoj se ky do të jetë një vlerësim që duhet ta bëjnë zgjedhësit dhe media juaj. That is implemented. That'll be a judgment for the electorate to the election and a judgment for your media. And talking about the election and the current political situation. Zgjedhjet e dekretuara për në 18 qershor dhe situata aktuale politike si e vlerësoni? The current political situation. What is your comment on what's going on currently? Well, the only comment is that Europe and the European Union are keen. I vetmi koment që do të kisha është që BE-ja dhe SBA-ja të dëshirojnë shumë që Shqipëria t'i mbajë zgjedhjet e ta kalojë ngërçin aktual politik. Nuk kam një koment më të hollësishëm mbi politikën shqiptare, pasi mendoj se ju jeni në gjendje ta bëni një gjë të tillë më mirë se unë, pasi unë nuk kam shumë përvojë me politikën shqiptare. Ajo që dua të them është se besimi i investitorëve krijohet nëpërmjet proceseve demokratike, zgjedhjeve, stabilitetit. Ne jemi të qartë kur i nxisim partitë politike shqiptare të zgjidhin këto çështje. Political parties to resolve the issue. Faleminderit për intervistën. My pleasure. Thank you very much.